me arsimit universitar, unë përpoqa ta jap pak, po në mënyrë telegrafike, sepse profesor Maksi ka para në fakt gjithë studimin që kemi, dhe që është në dispozicionin tuaj edhe elektronikisht, dhe kush nuk e ka marrë mund të lërë tek sekretaria teknike, adresën e emailit që ta marrë. Aty ka detaje dhe ollësira edhe nga pikpamja statistikore. Por, si në mënyrë të përmbledhur, mund t'ju them që janë parë të gjitha tekstet, unë e thash pak, që në fillore dhe deri tek shkolla e mesme, kemi konstatuar që ka njohuri juridike, kryesisht të grupuara në lëndët qytetari dhe sociologji dhe njohuri për shoqërinë. Pra, këto janë lëndët që kanë njohuri juridike. Njohurit juridike janë fillimisht të karakterit të rregullat qarkullimit rrugor, po që përsëriten vit mbas vitit të njëjtat, tash nuk kanë spirale, pra nuk shkohet në varësi të moshës të kalosh një nivel më lart tani, dhe ndërkohë ka për shembull njohuri për të drejtat e njerëzit, për të drejtat e fëmijëve. Pjesa e vonë është që nuk ka njohuri të karakterit civil, familjar, penal, në mënyrë që dhe grup moshat e vogla të kuptojnë që krahas të drejtave ka dhe përgjegjësi. Pra çdo qytetar duhet ta di që krahas të drejtave ka dhe përgjegjësi. Dhe mosha e përgjegjësisë civile fillon 14 vjeç. Edhe përgjegjësia penale po ashtu, edhe marrëdhëniet e punës mund të fillojnë që në moshat 15 vjeçare, ndërkohë përfitues testamentesh dhe marrëdhëniesh pasurore mund të jesh dhe më i vogël. Pra të gjitha këto janë njohuri që duhet i vënë këtyre grup moshave. Kjo është arsyeja që në fakultetet e drejtësisë ne shohim që nuk na vjen ndonjë, si thua, nivel bazik i njohur nga gjimnazet apo shkollat e mesme, sepse nuk është i ndërtuar në mënyrën e duhur. Ka, po nuk ka një lloj shkalle që të shkoj drejt një lloj avancimi. Nga ana tjetër, nuk e japin jurist, e japin o profesorët e historisë, o profesorët e gjuhëve të huaja, pra mësuesit e shkollave të mesme dhe të vjeçare që plotësojnë ngarkesën me këto orë. Çfarë pam ishte që fakultetet që përgatisin mësues të gjitha këtyre, si thua, ngjyrimeve, histori, gjeografi, letërsi, gjuhë e tjera, nuk kanë asnjë lëndë juridike në programin e tyre. Pra ata shpjegojnë diçka që në fakt është përkthyer nga një tekst i huaj, edhe shqiprimi nuk është si duhet, edhe gjuha ndonjëherë është shumë e përgjithshme dhe nuk din çfarë t'ju japin nxënësve. Pra këto janë mangësitë që ju e ndjeni në fakultete, që duket sikur brezi nuk ka bërë fare njohuri juridike. Dhe ne kemi bërë sugjerimet për të përmirësuar. Kjo pak a shumë. Faleminderit. Atëherë pyetje tjetër ose është ngritje problematikës urdhëron. Grazie, më fal. Përshëndetje. Bilar Muslim, student pranë Fakultetit të Drejtësisë Vlorë. Sapo jam të reformë, unë e kam ndjekur dhe në media. Shqetësimi im është se kjo reformë duhet të kalojë më pas, më thënë miratim parlamentar, duke qenë se përsëriteti përket parlamentit. A nuk mendoni se duhet bërë një themi në thonjë zapastrimi parlamentit duke vazhduar me atë reformë e dekremlizim parlamentit? Si mund të pranojmë në këtë reformë, duke ditur që parlamenti ka shumë persona me një të kaluar kriminale apo të dënuar apo kështu, më thënë, si mund të jetë kjo reformë kaq e pastër apo kaq eficiente sa e po thoni ju? Faleminderit. Nëse ju dolet nga rregulli, nuk është për gjymë megjithatë po përgjigjem që neve të gjithë jemi të pavarur politikisht dhe nuk përkasim asnjë partie politike, neve partitë tona kemi profesionet tona. Kështu që ja thash edhe që fillim është fat i madh që reforma në Shqipëri dhe jo vetëm që udhëheq, dhe është dhe bashkë, po të shihni gjithë grupet e punës janë me dy kryetar, një i huaj, një shqiptar, do një specialist i huaj, një specialist shqiptar. Gjë që do të thotë që jo vetëm janë bashkëpunëtor, institucione ndërkombëtare, po janë njëkohësisht edhe garantim që ky proces do shkojë deri në fund. Detyra jonë që neve të nxjerrim një produkt të pakontestueshëm. Dhe ajo që është kryesore është që gjithë aktorët dhe profesionistët ta shohin veten të plotësuar maksimalisht në profesionet e tyre. Kjo është qëllimi. Ajo çfarë ka të bëjë me kriminalizimin apo dekriminalizimin, janë probleme që s'kan të bëjnë me ne. Faleminderit. Ju po. Përshëndetje, më ndjes Funera, avokat dhe pedagog në Universitetin Informacion. Pikë së parë duhet të ngre problemin e liberalizimit të dijeve, dhe aq më tepër të dijeve akademike, marrë shkas në lidhje me miratimin e ligjit në vitin 1997 të shkollës magjistraturës, ku ka qenë një dispozit e caktuar, ndoshta tani fuqizuar, ku pretendohesh që gjyqtarët apo prokurorët të cilët kishin lidhje të vjet
në profesion i quhesh shkolla e B. Po në asnjë vend të botës nuk quhet kjo, nuk është kjo situatë, ka qenë kjo situatë. Por unë shkas që dhe nga momenti që nuk po nga bje në një risi të madhe në drejtësi kjo shkollë, kërkoj liberalizimin e dijeve për faktin që personat të cilët kanë mbi 10 vjet të profesionet e tyre të lira apo kanë mundësira akademike, mund të jenë pjesë e auditorit të kësaj shkolle. Pra mos tjetë, si them unë ty, si një rjet, thjesht për të vajtur gjyqtar apo prokuror për të bërë të shkollë. Dhe në ana tjetër, po kërkoj demokratizimin e ligjit. Dhe koncepti e demokratizimit e ligjit po e kam me profesionet e lira. Zoti Maksi, kur do jepet fund, aq më tepër që jemi në momentet e kësaj reforme, që në organizimin e funksionimin e dhomës kombëtare të avokatisë apo të ligjit të avokatisë dhe kodit të etikës, jepet fund emërimit të kryetarit të dhomës kombëtare të avokatisë dhe emërimit të kryetarëve të dhomave të avokatisë në përrethje. Për faktin se duhet rotacioni jo më shumë se 2 herë. Ne po mbajmë një praktik, po thuaj se si temu të një anemie në këtë rast, ju jeni vetë protagonisti kësaj dhe që në këtë moment jeni ju ai që duhet të bëni dorëheqje që mos jeni më kryetari i dhomës kombëtare të avokatisë për faktin se keni disa vite më shumë se një herë. Në demokraci ka jo më shumë se 2 herë maksimumi. Faleminderit. Faleminderit me që e kishe për mua, do ta kem parasysh në sa të marrë mandati. Tjetër pyetje, po në reform. Patjetër, do vetë reform do të saktohet ligj që ti do të kufizuar me mandat të kufizuar. Po, prandaj tash do ta kem. Po pra, po. Megjithatë, unë nuk marr asnjë lek nga avokatia sapo. Po pra, tjetër. Po, ulu, mund të flisni dhe ulu. Vetëm mbani mikrofonin afër. Mirë, vezirë mbajtë vetëm mbaj afër. Faleminderit. Atëre, ne sigurisht që kemi problemet dhe noterisë, por ngren shqetësime noteret shpeshherë konsiderohen shqetësime luksi, por në fakt, po të kihet parasysh funksioni parandalus që ka drejtësia që bën noteri, nuk ka dalë kot shpreha perëndimore sa më shumë noter aq më pak gjyqtar, jo për numrin po për cilësinë. Dhe pasojat që sjell dhe printaria notariale është shumë e rëndësishme që legjislacioni të parashikojë kritere sa më objektive për efekt të krijimit të një produkti cilësor noter dhe jo vulosës profesionist. Atëre, në radhë të parë, problemet lidhen me licencimin, i cili deri tani është përdorur si një shpërblim për kontribute personale apo familjare politike apo me karakter korruptiv, duke e quar numrin e noterëve nga 240 në 450 brenda 2 vjetëve, i pa justifikuar nga asnjë kriter që lidhet me numrin e popullsisë apo me numrin e transaksioneve. Kështu që në radhë të parë në licencimin e noterëve duhet parashikuar në legjislacion kriteret me karakter objektiv për efekt të përcaktimit të numrit, që lidhen me numrin e popullsisë, jo me ëndrrën që shikon ministri se sa janë rritur shqiptarët brenda një nate. Dhe tani ka mundësi që dhe numri i transaksioneve për shkak të krijimit të regjistrit elektronik është i përcaktueshëm. Së dyti ka të bëjë me elementin cilësor, mënyrën se si licencohen, me prodhimin, i cili deri tani na ka dhënë të kuptojmë që nuk është prodhim. Elementi profesional në këtë rast është shumë i rëndësishëm, elementi cilësor, prodhimi deri tani bëhet me shkrim. Nuk e di nëse mund të parashikohet direkt në ligj që ky provim të jetë me shkrim dhe me gojë dhe të jetë regjistrueshëm, ashtu sikurse janë seancat gjyqësore të regjistruara, në mënyrë që të ekzistojë mundësia e verifikimit. Dhe komisioni të mos jetë i përbërë në shumicë nga antarët qeverisë apo të ministrisë, por në shumicë të jetë i përbërë nga profesionistë të lirë, të cilëve jo domosdoshmërisht buka e gojës u varet nga qeveria. Së treti, rekrutimi dhe licencimi ka rëndësi dhe ka lidhje me numrin, por rëndësishme është dhe përgatitja e elementeve që nesër pas nesër do zgjidhen për të bërë noterse. Si themi, nga një kope me dele do dali, nuk do dali një luan, kështu që është e domosdoshme që baza nga e cila do rekrutohen noterët të saktësohet më mirë. Deri tani ka ekzistuar parashikimi ligjor, sipas të cilit një person duhet bëjë një stazh 2 vjeçar pranë një noteri,
i cili ka rezultuar totalisht fiktiv. Në qoftë se kjo gjë do ekzistonte dhe do bëhej vërtet, do ishte shumë mirë. Realisht, në qoftë se një stazhier bën një stazh 2 vjet pranë një noteri dhe e bën realisht, sigurisht do jeti i përgatitur për prodhimin, them unë, por fakti që nuk bëhet, ndoshta mund të zëvendësoj me shkollën për noterin, po me thënë të drejtën nuk e di se sa eficiente ka qenë shkolla për avokatin, sepse mbi vendosim arsimime njëri pas tjetrit dhe pastaj ngelemi në të njëjtin vend. Por do ekzistonte ose njëri ose tjetri, kjo do shikoj më shumë ka lidhje me eficiencën se sa me parashikime të reja në lidhje me mënyrën se si duhet përgatiten individët që mbarojnë shkollimin për noter. Këto kishin të bënin me mënyrën se si hyn një person në noteri, atëherë duhet që të parashikohen edhe më mirë edhe mënyrën se si del nga noteria. Dhe kjo ka lidhje me masat disiplinore, të cilat duhet jenë parashikuara më mirë në ligj, duke përcaktuar në mënyrë të veçantë paanshmërinë e noterit si element bazë që kur mungon të hiqet licenca, përveç cilësive profesionale të cilat gjithmonë do ngelen me karakter subjektiv, kuptohet, por duke qenë se kemi arritur në një nivel skandaloz ku noter të caktuar lidhin kontrata me shoqëri apo me persona juridik pa e kuptuar absolutisht që është ndaluar, duke marrë përsipër impenjimin që të jenë noter të një subjekti. E imagjinojmë deri ku ka vajtur niveli noterisë. Dhe komisionet përkatëse, të cilat vendosin në çdo rast, si për rastin e licencimit dhe për rastin e masave disiplinore, kisha të njëjtin propozim që në shumicë të mos jenë nga antar të qeverisë, por të jenë nga persona të jashtëm, që kanë ndoshta më shumë, jo se kemi ndonjë problem me qeveritarët me integritet na duken, po mendoj që një njeri i cili e siguron bukën e gojës ndryshe, e ka më të vështirë për t'ia prekur integritetin. Madje në materialin tuaj ishte një shprehje atje që një qeveri e mirë pas sjell edhe një gjyqësor të mirë. Jo gjithmonë kjo është e vërtetë, po një qeveri e keqe është e sigurt që pas sjell një gjyqësor të keq, dhe kur tash për gjyqësorin më erdhi qef që të pusja edhe noterë, domethënë në total. Kjo ishte. Faleminderit. Faleminderit, atëre të gjitha fatmirësisht dhe ne jemi konvergojmë në shqetësimin tuaj, sepse të gjitha këto probleme që ju dhe shqetësime që ngritet, ne kemi vënë në material dhe kemi lidhur me kufizimin e numrit të noterëve, që mos jetë në dëshirën të jaqim më mundësinë ministri që sa çdo ministri i ri sjell dhëndur, goca, nuse të politikanëve, absolutisht neve jemi drejtuar standardeve ndërkombëtare për numër popullsie, një noter për numër popullsie, dhe kemi marrë eksperienca brenda Europës, jashtë Europës, po sidomos austriake, franceze, holandeze, gjermane, italiane, gjitha këto, dhe po adoptojmë eksperiencën më të mirë, të cilat do shkojnë që ky numër të mbetet, mos rritet më, derisa të vitë reduktohet në vitet e numrit që do të shkojë me ato. Nuk mund ta them që do vendoset kështu, po pretendohet ose mendohet që shkojë te numri 200, numri i noterëve në shkallë vendit. Natyrisht këtu përputhen një sër kritere që do mbahen parasysh, që janë kriteret që kanë të bëjnë me mundësinë e infrastrukturës së individit që shkojë te noteri, kupton, që të plotësojë gjitha nevojat që kanë me shumë. Për sa i përket trajnimit, neve kemi menduar që trajnimi në mënyrë absolute do jetë trajnimi edhe fillestar, por edhe vazhdues, për të eliminuar çdo lloj paaftësie profesionale para, po njëkohësisht dhe për marrëdhëniet etike që kanë brenda komunitetit të noterëve, duke ngritur dhe struktura disiplinore siç është ngritur në avokati, një strukturë ku të lësh akses Ministrisë Drejtësisë siç e kemi neve, botës akademike dhe këshilla drejtësisë që të marrin pjesë në procedimin disiplinor. Kuptohet që për shkak të profesionit dhe natyrës, ky profesion do jetë strikt i kontrolluar, por nga Ministria e Drejtësisë, por kuptohet që Ministria e Drejtësisë mos ketë akses abuziv në funksionimin dhe rregullimin e këtij komuniteti. Faleminderit. Tjetër? Po. Ulu, mund të rispondu. Vetëm mbaj afër mikrofonin dhe prezantohet lutem. Bekir Fejzaj, avokat. Nuk di nëse keni menduar ose jo, po mendoj që ka ardhur koha që lidhur me avokatin të specifikohet jo vetëm në shkallëzim, siç është menduar edhe vazhdohet do të
për të përfaqësuar në shkallë të parë në gjykatën e apelit apo në gjykatën e lartë, por mendoj që ka të profilizohen edhe në specializim të imtë, siç të specializohen në fushën penale, e brenda fushës penale të ketë avokat për të mbrojtur të miturit, që nuk është e lehtë. Mendoj që në fushën administrative të ketë prapë të profilizohen, edhe në fushën civile të ketë masadaja specializim të vazhdueshëm, pasi ndryshimet në ligjin tonë, siç e teksuar dhe juve, bëhen aq të shpeshta sa nuk arrin dot që të shikosh se cila dispozit qëndron dhe cila është ndryshuar. Aq shumë ndryshime ka. Dhe avokati, siç e kemi ne që marrin pjesë në të gjitha fushat, pavarësisht se i cili nga ne profilizohet dhe vetë ju, se nuk arrin dot, do të ishte mirë, mendoj unë, që edhe në këtë fushë të bëhet që nga përgatitja edhe tek shkolla e avokatisë, po edhe në universitet mendoj që mirë është të ketë një profilizim të tillë, se do jenë specialistë më të mirë dhe gjykata do ndihmohet shumë më mirë, mendoj. Faleminderit. Faleminderit. Tash kjo lidhur me profilizimin, thënë të drejtën, ne nuk e kemi pas të si thua në vëmendje, sepse kuptohet që elementi kryesor dhe kushti kryesor i profilizimit është vetë tregu. Shqipëria është treg i vogël dhe nuk mund të realizohet. Por nga observimi që i kemi bërë praktikës në fushën e avokatisë kanë lindur studio ose bashkime avokatësh të cilat brenda tyre kanë krijuar profilizimin. Ajo që neve kemi marrë përsipër në kuadrin e reformës dhe shkollës së avokatisë është trajnimi vazhdueshëm, i cili atë trajnimi vazhdueshëm në bazë të tematikave vetë avokatët brenda grupimeve të tyre vinë dhe interesohen dhe profilizohen për në dije më të detajuar. Po, urdhro. Përshëndetje. Paula Sullaj, studente në drejtësi në Universitetin e Vlorës. Në fakt kisha një pyetje lidhur me bashkëpunimin, shkëmbimin apo koordinimin që ju mund në komisioni juaj e edukimit të ligjeve mund të ketë patur me reformën me komisionin e reformës në drejtësi, me qëllim të tillë që të kemi një reformë sa më të integruar. Nuk e di ka patur një bashkëpunim të tillë, do të ketë, ka koordinim, edhe nëse jo, faleminderit. Po. Faleminderit Paula për pyetje. Njëherë dua të sqarojmë që nën grupi i punës për edukimin ligjor është pjesë e grupeve të punës për reformën në drejtësi. Është një nga nën grupet e punës. Në kuadrin e të gjitha grupeve të punës që përmendi zoti Arthur këtu. Urdhroni, natyrisht që ne kemi pasur bashkëpunime me grupet e tjera të punës, por bashkëpunimin më të rëndësishëm e kemi pas me grupin për profesionet e lira, sepse aty na puqen interesat, sidomos në lidhje me edukimin ligjor vazhdues. Po. Por janë disa anëtar që janë anëtarët në të dy të grupet. Në të grupet të punës për arsimin ligjor edhe për gjyqësor. Në fakt kërkoj ndjesë për pyetjen, sepse ajo që do të është... Okej, më falni, kërkoj ndjesë për pyetjen, ajo që do të keni patur bashkëpunim me Komisionin për Reformën në Arsim. Po. Dhe a ka patur koordinim, e njëkohësisht apo bashkëpunim? Okej. E para punës njerë, neve mbasi punojmë në një grup, probleme që dalin që si rregullojmë neve, po i ka shqetësim për shembull avokatia që kishte noteria për kontratën si për marrës e këto, neve ja marrim dhe kryqëzojmë dhe ja çojmë grupi që do ndërhyj për shembull në kodin e procedurës ose në kodin e civil ose dhe bëjmë kryqëzime. Për sa i përket pyetjes tuaj, kemi fatin që një pjesë e gjithë, domethënë shumë specialistëve janë dhe antar kanë marrë pjesë dhe në komisionin e reformës në arsim. Nëse kjo ndonjë Jo, kjo po është e vërtet, disa nga, jo ne personalisht jemi këtu, po disa nga antarët e grupeve të punës për reformën në drejtësi kanë qenë pjesë edhe e komisionit për reformën në arsim.
ne kemi pasur lidhjet pa dyshim, e para njerë që ne vetëm materialet e pregatitura dhe strategjia e pregatitur nga i komision na u gjend për të krijuar punën tonë, sepse në fillim u ndodhëm në një truall bosh, mendoni një truall pa asnjë studim, pa asnjë artikull të posaçëm për drejtësinë flasim, dhe pa asnjë statistik. U përpoqëm të mbledhim disa statistika me universitete pilot dhe vetmi material që na shërbeu ka qenë materiali i reformës në arsim. Nga ana tjetër ne kemi pasur lidhje të vazhdueshme në Tryeza, kanë qenë të ftuar, vetë ministria ka ardhur dhe gjetjet dhe zgjidhjet tona i kemi përqasur me projektligjin e ri për arsimin e lartë. Dhe janë disa nga sugjerimet tona që do të shkojnë për këtë projektligj të shikojmë mbase do t'i kalojmë bashkë me projektligjin. Ju faleminderit. Edhe diçka, do të dini që komisioni ka vepruar ose strategjia ka qenë 3 faza. Faza e parë është përgatitja e gjithë problematikës në gjithë fushat e sistemit të drejtësisë. Në shqip dhe në anglisht ka dalë materiali 400 faqe, domethënë janë marrë mendimet dhe shqetësimet e të gjithëve, specialistëve të forumeve të ndryshme, të strukturave shtetërore dhe shtetërore, dhe është ngritur një material cilat janë gjithë probleme që do zgjidhen. Faza e dytë është strategjia e gjetjeve dhe e fundit dhe zgjidhjeve që mund të janë alternative dhe në fund fare është draftimi deri se pastaj është përmbyllja në procesin e miratimit. Po. Përshëndetje. Irisa Veizaj, studente në master profesional shkenca administrative në Universitetin Ismail Qemali Vlorës. Pyetja ime konsiston lidhur me ato çfarë preket më lart, kishte të bënte me diplomat. Pyetja ime konsiston në faktin që pse diploma në Universitetin e Tiranës vlerësohen pak më tepër se sa diploma në universitetet e rrethave, duke qenë se si në Universitetin e Tiranës, krahasuar dhe me universitetet e rrethave, kemi bëjmë të njëjtat kurse, të njëjtat silabuse dhe organizohemi në të njëjtën mënyrë siç organizohen dhe ata. Faleminderit. Atëherë, unë jam një nga më fal që po them hapur, kam qenë nga të parë dhe i vetmi dhe i qëndroj që kam qenë kundra liberalizimit kaq masiv të fakulteteve, të universiteteve, veçanërisht në fushën e drejtësisë, sepse kemi ndjerë në avokati dhe është gjithë problemi që kanë krijuar pasoja në profesionet tona. Unë mendoj që kjo nuk është problem trajtimi diferencuar që mund të bëhet dhe ekziston që është e vërteta, kur punësohesh në një vend gjë e parë që punë dhënë si qoftë privat apo publik, shef privati se publiku po ke mikun deri tash biles ata fakultetet private kanë zënë më shumë vende në shtet. Jemi realist për këtë. Por privati shumë i kujdesshëm dhe shef kualifikimin, diplomën, vlerën e diplomës. Por kjo nuk ka të bëjë me kjo tregon se këtë imazh i ka sjell fakulteti përkatës, universiteti përkatës. Prandaj juve do të kërkoni edhe neve, është detyra jona, bashkarisht do t'i kërkojmë që jo vetëm krahas programeve, po edhe nivelit të mosimdhënies. Ka mundësi personalitete, për shembull në fushën e trashëgimisë kemi një personalitet, ta sjellim në fakultetin në juridik të Vlorës të mbajë një ligjërat ose profesor të ndryshëm që mbajnë një doktoraturë ose një temë ose një monografi të vita japi ai, këto të stimulohen, të cilat të krijojnë dije dhe imazhe dhe edhe njëkohësisht ngritet edhe ana profesionale e studentëve. Këto kanë të bëjnë në radhë parë tek ju, se sa do të kërkoni ju, sepse juve jeni ata që do të prezantoni diplomën dhe do të përballeni me një farë, nuk po them, më mirë kupto ofendimi kur thot ai tjetri, ke marrë në Vlorë ose un po marr këtë Tiranë ose këtë që është marruja është diplomoja e shtetit, që normalisht mund të jetë ky Vlorë shumë herë më i mirë. Por problemi i imazhit, domethënë do të jemi të gjithë, por në radhë parë juve që ju rëndon që e keni problemin tuaj. Faleminderit. Të jap një shpjegim të vogël. Faleminderit për pyetjen. Unë doja të shoja diçka mbi ato shpjegime që tha profesor Maksi. Formalo-juridikisht nuk kemi asnjë dallim dhe kjo është e rëndësishme të thuhet, sepse nuk ka asnjë ligj, asnjë akt ligjor apo ligjor që të vlerësojë ndryshe diplomën e Tiranës me diplomën e Vlorës. Kjo është një çështje e praktikës dhe kjo do ndodh. Pse? Sepse diploma e Tiranës jepet nga një universitet i cili është në moshë shumë më të vjetër se Universiteti i Vlorës dhe vetvetiu ka krijuar asete më të mëdha. Dhe duhet përgatitemi për këtë, se nuk ka barri mbarazie këtu. Dhe në momentin që do kemi akreditim, çdo gjë do varet nga procesi i vlerësimit dhe i akreditimit. Akoma ne jemi fakultete të pa akredituara. Shikojmë si do ecim me ligjin për arsimin e lartë. Dhe për këtë unë do pyesja për shembull Ervisin,
Si duket diploma e Universitetit Bolonjës raport me Universitetin e Tarantos, që është 10 vjeçar, Fakulteti Drejtësisë në Tarantos, shumë i ri. Nese, marrë përgjigja dhjetë. Nese, problemi është shqetësimi ekziston dhe edhe neve jemi të involvuar në shqetësimin tuaj të studentëve, sepse juve që keni ardhur këtu, ne kuptoj që ju jeni nga studentët më të interesuar për të ardhmen tuaj. Po mos na hap debatin. Jo, nuk do vazhdoja me Taranton Bolonjën, do vazhdoja thjesht mendimin e Irisës. Irisa ndoshta i vjen spontane duke parë aktivitetet jashtëzakonisht të mëdha që ka organizuar Universiteti i Vlorës. Profesori i nderuar tha juve kur ftoni personazhe. Ne jemi shumë larg vëmendjes, se vëmendja është vetëm Tiranë, aty ku bëhet politika. Universiteti i Vlorës nuk e din, nëse ju e dini, herën e kaluar kishte një gjykatë në Strasburg po në këtë sallë që mbajti një leksio magistrales për studentët. Para saj erdhi Joseph Frauen, që është vitin e kaluar president deri i Max Planck Institut për drejtësinë. Po ashtu shumë gjykatës lartë që kanë mbajtur leksionet tyre magistralis. Kemi profesor nderuar Tiranës që na vinë, Lirian Mandro për shembull kriminalistikën, edhe ne. Po ashtu në master, Liriani Shqibrënxhën, po ashtu në master shumë pedagogë të ftuar. Problemi është, a nuk ka menduar se edhe pedagogja profesor Aurela tha Universiteti i Tiranës është një universitet i vjetër, me tradita ka formuar një aset, po është mjaft e vërtet kjo. Universiteti i Vlorës është i ri, shumë i ri. Por ajo që shikojnë studentët është që nuk është tradit apo vazhdimësi e tradit dhe Universitetit Tiranës. Se ka një aset mjaft të rit, cilët janë pedagogë që kanë mbaruar doktoraturat në perëndim. Kjo thot ka ardhur koha të krijohet një lloj konkurrence, tashmë dhe në doktrinë. Mendoj unë personalisht. Kjo thot ne nuk jemi më student të Universitetit Tiranës. As unë personalisht kam mbaruar La Sapienza, as Erioni, PhD në La Sapienza, as Sokoli, tjetri, gjithë që kanë mbaruar, Valbona që kanë mbaruar në Rusi, Ervini që kanë mbaruar në Rusi. Kjo thot, Universiteti i Tiranës formalisht po e humbet monopolin e doktrinës. Po krijohet një doktrinë e re që ne duam hapësirën tonë, duam zërin tonë, që ta shprehim, ndoshta edhe studentët tanë. Mendoj unë personalisht, mendim. Shiko, shqetësimi që ndron, por nuk është objekti i këtij paneli. Unë shqetësim shumë i madh, unë bashkohem dhe unë nëse do duhet nga avokatia të kontriboj për ngritjen e këtyre niveleve. Po nuk është objekt, megjithatë si shqetësim e isto. Ka ndonjë pyetje tjetër? Po urdhërom. Mimoza Adhami ndërmjetëse. Unë e pash materialin që keni nxjerrë në faqen tuaj elektronike. Përveç ligjit që ka hyrë në fuqi u bën tashmë 3 vjet, asgjë nuk është bërë për ndërmjetësimin dhe asnjë kontribut nuk është dhënë për ndërmjetësimin, ndoshta është një licencë e re dhe që ka filluar të funksionojë të themi prej 2 vjetësh që kur është krijuar dhoma e ndërmjetësimit. Keni menduar ndonjë përmirësim të këtij ligjit ose është hartuar ndonjë draft i përmirësimit të ligjit ose është duke u hartuar? Çfarë mendoni ju si teknik edhe që jeni marrë me fushën e drejtësisë dhe merreni për kaq kohë për ta implementuar më mirë këtë ligj ndërmjetësimi? Ju diskutoni për profesionet e lira, është avokatia, është noteria, okay, dakord. Kam problemet e tyre, jam shumë dakord. Por ndërmjetësimi është një profesion i ri që ka hyrë dhe që duhet funksionojë them unë. Akoma nuk ka asnjë lloj hije, jo më gjurmë të ndërmjetësimit. Të kuptohemi, ne nuk kemi ardhur për të vënë llogari, por ç'a do bëjmë, zoti Hajdari që po merret është e vërtetë ajo që thot Moza që ndërmjetësimi është një profesion i ri, jo vetëm për shkak të moshës ligjore që ka hyrë në fuqi, por edhe për faktin që nuk ka një traditë. Dhe pikërisht kjo ishte një nga arsyet që në grupin tonë punës ne kemi futur si material dhe kemi ngritur, po themi, të gjitha këto shqetësime që juve po i ngrini, kemi marrë dhe mendimin e përfaqësuesve të dhomës kombëtare ndërmjetësimit, e cila dhe kjo është një dhomë e re, zgjedhjet së fundi janë bërë. Ndërkohë kemi parë dhe arritjet më të mira që janë të futura pas daljes pas hyrjes fuqi të ligjit për shkak të bashkëpunimit që ka pasur dhoma me donatorët e ndryshëm të projekteve të ndryshme. Dhe një nga arsyet ose një nga pikat ku ne jemi fokusuar në gjetjet tona është fuqizimi kapacitetet të dhomës ndërmjetësimit. Ju thatë me drejt që fokusoheni ka avokatia. Fokusimi ka avokatia është për shkak të vjetërsisë që ka profesioni avokatit,
por ndërmjetësimi sot po merr një hapësirë shumë të madhe, sidomos po themi në vendet EBS, ku ka ligje që kanë të detyrueshme ndërmjetësimin para sa ti të shkosh në gjykatë. Po problemi është që në Shqipëri kjo nuk është zbatuar. Pse nuk është zbatuar? Dhe këtu është rritet ose ngrihet pyetja. Duke e parë në këtë aspekt, modelin që kemi marrë, modeli ligjor është shumë i mirë, sepse është marrë si modeli arir, po them nga modelet e tjera, ajo që mungon është ndërgjegjësimi. Ajo që mungon është, po themi, orientimi i saktë i avokatëve, i noterëve, i gjyqtarëve, në mënyrë që të ndërgjegjësojnë palët për zgjidhje marrëdhënie, veçanërisht marrëdhënie tregtare që ka kosto në gjykat, të shkojnë ke ndërmjetësi. Dhe ajo që është më kryesore është rritja e autoritetit të ndërmjetësit, rritja e profesionalizmit të ndërmjetësit. Prandaj ne një nga gjetjet tona është pikërisht trajnimi fillestar dhe trajnimi vazhdues i ndërmjetës. Dhe mendohet që ky trajnim të jetë një qasje siç e ka filluar avokatia, ashtu siç duhet të jetë dhe trajnimi noter. Prandaj mendoj që kjo është një gjë e mirë që është futur, është një gjë e mirë që do adresohet si pjesë e reformës dhe është një gjë e mirë që do gjej vend si të gjitha profesionet e tjera krahas, po themi, avokatisë, noterisë në reformën ligjore dhe në ndërhyrje përkatëse për sa i përket qoftë edukimit ligjor, qoftë dhe rritjes kapaciteteve të vetë dhomës ndërmjetësimit, se pa u fuqizuar vetë si dhomë, pa ardhur, po themi, në parametrat profesional dhe strukturor, siç mund të jetë, po themi, avokatia ose noteria, nuk mund të ketë pritshmëri. Dhe kjo do vi gradualisht. Përshëndetje, studente pranë Universitetit të Vlorës. Është dëgjuar kohët e fundit në media nga grupi i punës ministrave për ngritjen ose mundësinë e shkrirjes së gjykatës kushtetuese dhe gjykatës lartë në krijimin e një gjykate supreme. Sa e diskutueshme është kjo brenda reformës dhe sa efektivitet do të ketë nëse do të ishte realizueshme? Problemi është, unë di që këtu ka qenë objekt diskutimi nga një paneli specializuar për këtë punë. Kjo çështje që thoni juve është në fokusin e reformës dhe grupit madh dhe në grupit të ngritur posaçërisht për këtë tematik. Nuk është në fokusin e grupit tonë. Kupton, Gram, që Po, kjo çështje është në diskutim me grupe punës për kushtetuese edhe për gjyqësor. Edhe nesër ka një mbledhje konsultim në Korça, në grupe punës për pyetje gjyqësore. Nëse ju dëshironi të shkojnë në Korça. Megjithatë është në diskutim me disa variante që të qëndrojnë veç e veç ose të bashkohen. Po tjetër, atëre në qoftë se nuk ka, unë para së gjitha do ju falenderoj të gjithë juve për pjesëmarrjen që gjetët kohën të merrni pjesë. Në radhë të parë, në radhë të dytë për gjithë problematikën që juve na ndihmua dhe ngritët para nesh, se ne do t'i kemi dhe kur themi në Tiranë do t'i diskutojmë një për një të gjitha këto probleme. E treta, i bëj me dijet gjithë që kush do që të njihet me këtë materiali, duhet të lënë një adres emaili, ne do ja dërgojmë njëherë. E katërta, do të falenderoj si thuash të zotët e shtëpisë që na krijuan kushte kaq komode për komunikimin me ju. Dhe pesa, më leroni që në emrin tuaj të falenderoj për kthysit që morën mundimin dhe gjithë që na falenderoj. Jeni të ftuar në një kafe modeste që është organizuar jashtë sallës. Faleminderit.